Në qytetin e Gjirokastrës, në kuadër të 28 nëntorit, 113 vjetorit të shpalljes së pavarësisë organizuan homazhe në memorialin e rilindasve. Përfaqësues të pushtetit vendor, institucioneve publike, organizatës së veteranëve vendosën kurora dhe buqeta me lule tek varet e rilindasve Bajo dhe Çerçis Topulli, Koto Hoxhi, Pandeli Sotiri dhe Andon Zako Çajupi. Kryetari i Bashkisë së Gjirokastër, Flamur Golemi, ka theksuar se vim këtu tek memoriali për të shprehur mirënjohjen për të gjithë ata gjirokastrit që nuk ishin thjesht të penës, por ishin edhe të pushkës, mendje ndritur të cilët dhanë kontribut të rëndësishëm për pavarësinë e Shqipërisë. Vim këtu te memoriali i rilindasve për të shprehur mirënjohjen për gjithë ata gjirokastrit që në fakt nuk ishin thjesht të penës, por ishin edhe të pushkës, ata mendje ndritur, të cilët në fakt të dhanë kontribut të rëndësishëm në pavarësinë e Shqipërisë. Rrofë ditë e pavarësisë, rrofë Shqipëria. Deputeti Piro Dhima ka theksuar se në këtë ditë që të parët tanë luftuan për një Shqipëri më të mirë, më dinjitoze dhe europiane, sot kam një mesazh që ne jemi brezi me të cilin mundet kjo aspirat e këtyre rilindasve. Këtë ditë që të parët tanë luftuan dhe për një Shqipëri më të lirë, më dinjitoze dhe më europiane. Dhe sot këtej nga ky memoriali i rilindasve, unë kam një mesazh për Gjirokastrën që ne jemi brezi në të cilin mundet kjo aspirat e këtyre rilindasve dhe e atyre njerëzve që dhanë jetën, kontributin e tyre të bëhet realitet. Prefektja e Gjirokastrës Albana Hasanaj ka theksuar se sot zgjodhëm të nderojmë 28 nëntorin pranë memorialit të rilindasve, sepse ishin pikërisht ata që frymëzuan popullin për të krijuar këtë ditë të shënuar që ne festojmë sot. Zgjodhëm sot të nderojmë 28 nëntorin pranë memorialit të rilindasve, sepse ishin pikërisht ata që frymëzuan popullin për të krijuar këtë ditë të shënuar që ne festojmë sot. Ishin pikërisht ata që në ditët më të errta, me dashurinë, vizionin, për kushtimin e tyre, ju dhanë shqiptarëve emër, dinjitet dhe krenari. Përgjatë gjithë kësaj jave në Gjirokastër janë zhvilluar aktivitete kulturore dhe artistike në nderim të festave të 28 dhe 29 nëntorit.